Gjakova është pasuruar me një iniciativë të re sportive. Së fundmi, për herë të parë është themeluar zyrtarisht klubi i futsallit Vllaznimi. E prapa këtij suksesi, fshihen edhe vështirësitë për të cilat na tregoi themeluesi i klubit. Aspekti financiar dhe organizimi ka qenë shumë i vështirë. Duhet ditë që çu shkojmë punë. Edhe fillimi është gjithmonë i vështirë, po na kanë prit mirë, si ide, si emër i Vllaznimit, edhe ka shkuar shumë mirë. Skuadra ka filluar sot përgatitjet për edicionin e ri të ligës së parë, që për synimet tregoi po ashtu Koçi. Presim këto 5 vjet e para që fillojmë më kon organizimi sa më i mirë, sa më dinjitoz, njerë në garat kombëtare, asnjë pse jo edhe ndërkombëtare. Përmes këtij projekti, pritet që futsalli në Gjakovë të marrë një dimension të ri, duke kontribuar në rritjen e nivelit sportiv dhe në promovimin e vlerave të sportit të futsallit.